Kreu i SPAK-ut Klodian Braho thirret në Bruksel në agjendën e rëndësishme të takimit të 7 të Komitetit të Drejtësisë dhe Sigurisë, një forum kyç ku diskutohet ecuria e reformave në Shqipëri në kuadër të procesit të integrimit evropian. Në fokus të diskutimeve do të jenë pavarësia e gjyqësorit, sundimi i ligjit dhe rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Takimi vjen në një moment vendimtar pasi shtetet anëtare të Bashkimit Evropian po shqyrtojnë progresin e Shqipërisë në kapitujt 23 dhe 24 të negociatave që lidhen drejt për drejt me sistemin e drejtësisë dhe sigurinë. Pa miratimin e raportit paraprak i bar nuk mund të ecet drejt mbylljes së grup kapitujve të parë të negociatave. Në agjendën e miratuar nga ambasadorët e 27 vendeve anëtare theksohet nevoja për rezultate të prekshme. BE kërkon prova operacionale në luftën kundër trafikut të drogës, veçanërisht kultivimit të kanabisit, goditjes së krimit organizuar dhe parandalimit të pastrimit parave. Po ashtu kërkohet forcimi i menaxhimit të migracionit paligjshëm dhe përafrimi politikave të vizave me standardet europiane. Në këtë takim pritet të jetë i pranishëm edhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, ndërsa vëmendja e veçantë do t'i kushtohet rolit të SPAK-ut dhe gjykatës posaçme në hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë. Sipas zyrtarëve europian, pavarësia dhe efektiviteti i këtyre institucioneve përbëjnë gur themeli të reformës në drejtësi të vitit 2016. Komisioni Evropian ka theksuar gjithashtu nevojën për rritjen e efektivitetit në verifikimin e deklaratave të pasurisë së zyrtarëve publik edhe për adresimin e rekomandimeve të mbetura nga GRECO, organi i Këshillit të Evropës kundër korrupsionit. Një tjetër pikë e rëndësishme është krijimi sa më i shpejtë i observatorit kombëtar të drograve, i cili duhet të jetë plotësisht funksional dhe i pajisur me burime të mjaftueshme financiare për të garantuar monitorim efektiv të fenomenit. Ky takim shihet si një provë konkrete për autoritetet shqiptare, jo vetëm deklarata politike, por rezultatet matshme në hetime, dënime dhe reforma të qëndrueshme. Vendimi i vendeve anëtare për t'i dhënë ose jo dritën jeshile raportit do të ndikojë drejt për drejt në ritmin e mëtejshëm të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.